Vjen vështrim në këtë moment e gjyqtari Sokoli me topin e parë që luhet nga Gjoni. Me njerë topi në duart e Arushës, ky topi gjati Konate, ish futbollisti i Basanjas në pjesën e parë të sezonit shkuar. Toma shënjoi një super gol në ndeshjen e fundit të kupës përballë Skënderbeut. Ishte gol i barazimit 1-1. Duar nga krahu i majt, numri 15 Hajderaj, që fiton disa metra me ko gjet atje në thellësi Azizi. Long cut, fiton duelin Mila për Ballti. Hoxha dhe Arusha e zgjidhin mirë këtë situatë mes tyre. Topi shkon tek Shimaj. Mundohet të organizohet Basanja. Shimaj, topi gjatë atje, gjen mirë Gjini që lë mirë me sponda aty për Milan. Ka marrë goditja Milës dhe shumë pra ngorit Basanja me Milan. Një goditje thuajse në diagonal e bukur ish dhe sinjalet e para që jepen nga ekipi Basanjas që tregon qartazi objektivin që ka këtë ndeshje. Milan ngacmon aty, nuk lejon të organizohet kundërshtarin. Me Hafuzin që tentojnë një top gjatë. Greca të do rivoj topin lojë në krahun e djathtë. Me duar numri 2. Kërkon Gjej Azizin në sulm, por ndërhyn Marashi, cili fiton edhe këtë rivendje anësore. Hoxha mbyll mirë aty ndaj Gjonit. Topi shkon tek Toma. Kërkon ta lërë tek Leka, por kupton idenë e tij mbrojtja e Luzit. Long cut. Hap djathtas tek Greca. Por gabuar pasimi i tij për Bushatin, duke mbyllur kështu Lesha. Leka fiton duelin aty në një moment e osmes, i cili ka shkaktuar faul. Topi përket Basanjas. Shimaj nga goditja dënimit. Të një Hakimi gjatë në zonë për të shfrytzuar shtatësinë e Hoxha dhe Gjinit. Topi shkon tek Gjini, por goditja e tij e lehtë me kokë, e gabuar. Mbyll Shimaj aty ndaj Gjonit. Kontrollon mirë kapiteni i Basanjas. Ka bën në një moment aty mbrojtja Basanjas një hezitim i Leshës, por në fund e zgjidh me forcë Hoxhaj, duke larguar topin jashtë vijave kufizuese. Megjithatë i jep metra, i jep hapësirë ekipit kundërshtar për të sulmuar dhe tentuar portën e Harushës, i cili e zotëron topin në këtë momente. Dhe kërkon Marashi një moment, por heziton edhe Harusha. Merr me qetësi portieri i Basanjas. Edhe ai një nga afrimet e Mercatos Verës, që kërkon gjen thellësi Milan. Elbasani u mbajtë në një moment topin ndaj Aziza dhe shkakton këtë fal ndaj Alushit. Greca me duar nga krahu i djathtë. Është faul dhe do rivend lojë nga Hafuzi. Hafuzi, topi gjatë që për të kërkuar Bushatin.
Atëron me styre futbollistët e Luzit duke shkaktuar faull ndaj Leshës. Topi përket Basanjas, e kanë në djathtë mbrojtjes tyre. Si që thash, Luzi është një nga ekipet e forta të kategorisë 2. Por asnjëherë i pathyeshëm. Mila, pozicioni është i rregullt. Topi shkon tek Leka. Shikojmë, ka 11 metrash. Ka 11 metrash e fituar nga Leka. Ishte një ndërhyrje e gabuar në kovën e Hajdërajt, që ka shkaktuar këtë 11 metrash fituar nga Leka me mjaft zgjuarsi. Mundësia më e mirë për të kaluar në avantazh. Shikojmë kush do jetë futbollisti që do marrë përsipër. Dhe është Nikšići, si zakonisht në sezonin e shkuar Taulant Nikšići, i pa gabueshëm nga 11 metrat. Shikojmë duelin e tij përballë portierit Mati. Një aksion i mirë i gjatë i Basanjas, ku në një moment të duk në pozicion pa rregullt Mila, por jo, pozicioni ishte i rregullt dhe fiton atë 11 metrash Leka. Shikojmë Mati përballë Nikšićit. Mbrojtësi Basanjas me një eksperiencë të jashtëzakonshme të konsiderueshme, cilën në karrierën e tij ka pasur edhe një marrëdhënie të mirë me golin, pavarësisht në rolin e një mbrojtësi. Pritet vështrima gjyqtarit Sokoli. Mervru Nikšići. Dhe është në rrjet i pa gabueshëm, Taulant Nikšići. Basanja 1, Luzi 0. Kalon në avantazh ekipi Basanjas me Nikšićin me numrin 11. Një start i shkëlqyer i këtij takimi për Basanjan. I qeti ftohtë akull. Nikšići e dërgon në rrjet, topi në krahun e majt, portieri në krahun e djathtë. Absolutisht i sakt mbrojtësi Shkodran. Avantazh Basanja 1-0. Goli parë sezonal në kampionat për Basanjan vjen nga një mbrojtës. Por e rëndësishme të shënosh. Kush shënon nuk ka rëndësi fare. E tregon qartasi ky start që Basanja vjen dhe fut me qëllimin për të marrë 3 pikët. Dhe gjithçka në rrugën e duhur. Ka nisur siç duhet ky takim. Hoxhaj. Marashi nuk lejon topin të dalë në këndore. Shkëlqyer ndërhyrja e tij. Osman mban brenda vije kufizuese. Mbyll Shimaj. Mundësia kundër sulmit. Toma. Kupton idenë e tij, Konate. Pason tek Bushati. Mbyll mirë aty Lesha. Ai zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer përballë Slemërit. Leka top për të kërkuar Gjinin thellësi, por mbyll Osman. Ideja mirë e Lekës. Si shpejt Bushati ka në majt. E fort Lesha për ta mbyllur. Mbyll mirë në një moment. Nuk e lejon të kthehet, nuk e lejon hapësira aty sulmuesit të Luzit. Leka, Lesha. Topi është i marrur saktë aty nga Hajdëraj. Azizi në zonë mbyll Hoxhaj. Uditja. Topi shkon tek Alushi, cili arrin ta kthejë, por mbyll sërish Hoxhaj. Marashi. Fiton duelin ndaj Alushit. Nuk lejon topin, por në momentin e dytë topi jashtë vije kufizuese dhe në këtë mënyrë topi përket me duar Luzit. Në krahun e djathtë, ku si zakonisht është numri 2 Greca. Hoxhaj mbyll mirë aty ndaj Azizit. Konate. Kërkon të fitoj metra. Kthehet në vend sërish afrikani. Topi në krahun e djathtë për Grecën. Vjen dhe mbyll Nikšići dhe topin që shkon në këndore, ja me sa duket është fundore. Është fundore. E sinjalizon Ansori Shkëmbi. Është fundore me topin që përket Harushës. Hoxhaj. Nikšići mbyll sërish ndaj Alushit. Topi tek Gjini. Mirë e kanon tek Elbasani. Çdo mes fushës, por mbyllet nga 2 futbollistë, të cilët duket se nuk kanë shkaktuar faull. Ka ngelur disi dëmtuar Elbasani.
kalon pa problem këtë moment mbrojtësi Basanjas, por në një rol të ri. Në një rol të ri ditën e sotme para mbrojtjes. Rol që e zhvilloi edhe ndaj Skanderbeut në kup, ku mund të themi fjalët më të mira për Elbasanin. Ndërkohë që është quar në nxemje Shimaj, Hazet Shimaj, me sa duket për probleme fizike për Elbasanin. Shpresojmë mos ketë asgjë serioze. Lonkat provon këtë goditje, por mbyllet aty fillimisht nga Mila dhe me pas tentativën e dytë mbyllet nga Leka. Ishte tentative e Osmës, cili ka ngelur dhe disi dëmtuar nga ajo përplasje, por ndërhije në top e Lekës. E kalon pa problem ky për letarin mik. Absolutisht kërkohet mos ketë asnjë lloj dëmtimi për asnjë nga futbollistët. Mbyll Elbasani aty ndaj Azizaj. Mila, Gjini. Është i fort Leka mes fushë, mes dy futbollistëve, arrin ta mbaj topin. E kalon tek Toma që ka ndërhyrjen aty të Hajderajt. Shimaj. Mban bukur aty me klas me Zhuasi. Kalon topi tek Mila, që pason më njëherë tek Gjini. Por nuk arrin ta bëj dot spondën për Tomën. Hoxhaj. Leka. Topi gjallë atje për gjetur, marrashin thellësi, por më i thellë se ç'duhet ai top. Lesha mbyll mirë atje ndaj Hajderajt. Topin thellësi, por gabon Osman në të largim, duke i dhuruar këtë ansore ekipit Basanjas. Dhe ajo ndeshje ndaj Skanderbeut, ajo fytyrë e paraqitur në Korç, duke si ka dhënë një tjetër moral, një tjetër zemër skuadrës Basanjas, që absolutisht nuk ka pse të ketë frikë ndaj asnjë lloj kundërshtari në këtë ligë. Mbyll mirë Hoxha aty top që po shkonte drejt Azizajt. I shkëlqyer Hoxha në atë ndërhyrje. Nga i topi i Alushit. Elbasani. Topi tek Gjini që fiton duel me kokë ndaj Konate. Ka mbështetjen ato të Tomës, por del aty Mati dhe lagon. Lëvizja ishte e dura e Gjinit që kërkojnë thellësi Tomën me kokë me spondën e tij, karakteristike për sulmuesit të qendrës. Me Gjinin që patjetër është një vlerë e shtuar e sulmit Basanjas, ku kërkohet zhbukimi i tij sa më shpejt. E kanë miq që mundohen të organizojnë. Bushati ka bën pasimin e tij për gjetur atje Azizan, që e fiton topin disi me fat. Azizaj. Kohë si Tinzon. Kontrollon mirë Arusha të trajektore. Që e qetësin skuadrës. Arusha. Gjen Leshën aty mirë nga unë e gjatë. Lesha, kërkon gjithë Tomën. Shti shpejt duelin e Konate, shti sa ky fund në rrjen e tij. Gjithatë, këmbgulës Toma duke mos lejuar miq të organizohen, por topi është vija kufizuese me duar për Hajderajn. Gabon Azizi aty. Lesha. Largojnë miqt. Topi shkon tek Gjoni. Byll Hoxha me forcë një top që përshkon drejt Milës. Gjithatë sang ndërhyrja Osmës.
Nikšići dhe Alushi. Le disi pas me kok. Azizi goditja ti e gabuar. Ideja mirë, por tentativa dhe konkluzioni i gabuar i mesfushorit Mik. Me Arushin që kontrolon pa probleme. Shimaj. Kërkon gjenjë top thellësia atje për Tomën, që në dueli me Hajdërën e humbet, por fiton këtë rivenja ansore. Të përshkon tek Leka, që nuk kontrolon si që duhet në momentin e parë, megjithatë rikupron në momentin e dytë. Leka, top pas shpina aty për Tomën, që ka ndërhyrjen e Hajdërat aty. Topin që shkon jashtë vija kufizuese. Fiton metra të rëndësishme Basanja, që pse jo, mos tentoj edhe dyfishimin e sa më shpejt rezultatit, që do jetë një qetësi tjetër skuadrës. Ka bon atë rivenje me duar Lesha. Topi shkon tek Hoxhaj që tenton këtë goditje, shfrenon fantazin aty Hoxhaj. Shumë e gabuar goditja e tij. Përfundon jashtë fushës. Megjithatë, e rëndësishme është tentosh portën kundërshtare. Topi gjati aty i Hafuzit i gabuar totalisht për askënd. Me Gjonin që ishte shumë pas. Kontrolon pa problem Harusha, që tenton një top atje për Milan. Azizaj dhe Elbasani mbyll mirë aty futbollisti Shkodran. Topi përket Grecës kraun e gjatë për rivenje me duar. Ozma. Të blomira aty ndaj Emiles. Kërësimi ti, gabuar është me të majtën. Një futbollist që edhe sezonin e shkuar është aktivizuar në radhët e Luzit. Osma. Nikšići mbyll atë top që përshkon dhe drejt Alushit. Fauli shkaktuar mes fushë nga futbollistët e Basanjas. Topi përket miqve. Konate, kjo goditje dhe disi surprizuese për Harushën, që vjen vështirësi pavarësisht një goditje nga shumë larg, në distancë thuajse 35 metra. Ndoshta edhe portieri i Basanës nuk e kishte parashikuar një goditje të tillë nga ajo distancë, por topi u shtrua shumë i rrezikshëm nga Konate, ish futbollisti i Basanës në gjysmën e sezonit të shkuar. Mila ka fal ndaj tij. Sa duket përdojnë më shumë se ç'duhet duart futbollistët e Luzit. Ka marrë një goditje në fytyrë Mila, duke ngelur disi dëmtuar në moment, por një mundësi e shkëlqyer kjo për një futbollist si Shimaj për tentuar portën. Shkojmë kush do jetë Shimaj apo edhe Gjini që duket se kërkon topin. Me sa duket është sulmuesi. Është Gjini që duket se merr vru. Ka një goditje të mirë, ka një këmbë të kalibruar Jurgen Gjini. Shikojmë çfarë do sjell nga kjo distancë 25 metra, 25-27 metra, diçka e tillë. Një goditje mirë patjetër do sillte besoj probleme për portierin Mati.
Shikojmë Gjinin. Mervullu sulmuesi. Udhja e tij e fort Tokazi. Vën vështësia aty portierin Mati, që e kalon në këndore, qëndrore, por e fuqishme goditja e Gjinit. Nga këndoja shkon Mila për të ekzekutuar. Mila. Tomizon aty. Sërish në vështërsi Mati për të larguar. Alushi. Ka mbolimin e saktë aty të rrep të Nikshicit. Por vjen dhe rikuperohen me forca aty, e Sushori. Topit e Harusha, cili nuk rrezikon as pak dhe largon drejt Marashit, që ndërhyr sakt aty për nxjerr përpara Gjinin, që ka shqetësimin e Hafuzit, por me këmbgulje Gjini e rikuperon atë top. Dhe ka bën momentin e dytë Marashi për ta kaluar sërish tek Gjini. Mundësia kundër sulmit për miq, Greca. Tenton një top aty për Gjonin, por mbyll Hoxhaj. Sërish Hoxhaj. Nuk ka shkaktuar fal aty sipas gjyqtarit Sokoli. Lesha dhe Bushati, topit e Kalushi. Hoxhaj, disa pasime rradhazi gabim nga ana dyja skuadrave. Marashi ka ngelur disi dëmtuar. Konate. Topi mbrapa tek Hafuzi. Topi tek Lokat, goditja ti shkon tek Azizi një moment. Disa momente konfuze në zonën e Basanjas. Hoxhaj, mbyll aty ndaj Osmës. Topi në rivendje anësore për Basanjen, në rivendje fundore, më falni, për portierin Harusha. Ishin disa momente konfuzioni në zonën e Basanjes para pak qastesh. Momente që më shumë vinë nga gabimet të futbollistëve vendas se sa nga meritet e atyre miq. E patjetër duhet të eliminohen në mënyrë maksimale. Harusha. Gjini. Nuk arrin ta lërë dot pas siç duhet për Elbasanin. Lon kat, triblon aty ndaj Elbasanit. Tenton një top për Gjonin, por mbyll mirë sërish Hoxhaj. Në momentin e dytë Hoxhaj, topi shkon te Kalushi, por ka faul me përpara. Ka faul nga Hoxhaj. I dukshëm fauli. Pavarësisht se një moment gjyqtari Sokoli lejoi avantazhin për Alushin, që nuk arriti dot ta kontrollonte topin siç duhet. Osma tek topi. Shkëm do të tentojë një goditje apo një kryesim zonë. Pozicioni është edhe për të tentuar një goditje. Shkojmë Osman. Mervullu me 21. Tenton një goditje dhe në travers. Ishte një goditje shkëlqyer e Osmës. Dhe shikojmë dhe ka me sa duket karton verdh për simulim. Ka karton verdh për simulim për Lonkat. Nuk ka asgjë. Nuk ka penalti për miqt. Thjesht kartoni verdh për simulim për Lonkat. I bindur gjyqtari Sokoli vendimin e tij. Patjetër ai ka fushpamën më të mirë në atë moment, është afër aksionit. Dhe Lonkat është kështu i ndëshkuar i parë dhe për simulim.
jo për ndonjë ndërhyrje të gabuar apo pa lejuar. Për të arrivën topin loj, pas ti faulin favor të Basanjas është Harusha. Hoxhe dhe Alushi fton aty me shtatlarësinë e tij, por gabon në një moment të dytë Nikšići, që e mundësi Alushit. Por gabon pasimin e tij për Azizajn. Marshi, le pas mirë për Milan. Gabon në momentin e dytë lojtarët e Basanjas. Lonkat. Topi për Gjonin, por mbyll mirë Nikšići aty. Ishte në pozicion të rregull Gjoni. Mbyll mirë Nikšići, duke mos lejuar të godas. Gjatë atje, për Gjinin. Janë minuta që me tepër po flasim për miqt. Në këto momente dhe Basanja patjetër duhet gjejë reagimin. Dhe ta marrë sërish lojën në kontroll, ashtu siç po bënte në 15 minutat e para të takimit. Harusha. Luan gjatë atje për Lekën, që fiton duelin ndaj Osmës. Por e rikuperon me Sushori. Lonkat. Tribua mirë aty ndaj dy futbollistëve, dërgon topin gjatë për Azizën, po shumë e fortë. Topin që shkon jashtë vija kufizuese. Marashi, ndërhyrja sakte. Konate. Topi shkon jashtë vija kufizuese. Hoxha i mbyll aty me saktësi. Mbyll Osman ndaj Tomës. Gjini e le për Tomën, që tentoi atë treblim ndaj Konate, por kuptoni idenë e tij afrikani. Azizaj. Rikuperohen miqt, mundësia kundër sulmit për ta. Greca. Topi zona atje, kontrollon mirë Arusha me qetësi. Lesha. Kamë djathtë, ka hapësira për numrin 17. Lesha kalon për Tomën, që ka sërish ndërhyrjen e saktë Konate, i cili është bërë hije tashmë për Tomën. E ndjek këmba këmbës sulmuesin e krahut Basanjas. Sërish Toma. Nuk ka rënë gjë as Milën dhe as Gjinin. Toma kërkon ndroj lojën, por i pasakt për gjetur Marshin. Megjithatë topi shkon tek Nikšići që ja kalon Marshit. Ka shqetësimin Aziza që rikuperon, por është këmbgulës në fund. Marashi nuk ka falë në duelin e dy futbollistëve. Nikšići. Largon fund Lonkat. Hoxha mbyll mirë ndaj Azizaj. Alushi ka kërtuar fa ndaj Elbasanit.
Loja që merr ritëm në këto momente, ka grind, ka pasion nga ana dy kampeve. Me terrenin që pritet ishte ndoshta më rënduar për shkak të shirave në Shkodër, por është i pëlqyeshëm për të zhvilluar ndeshje ditën e sotme. Hoxhaj. Topi gjanë zonë atje. Ku Gjini, por që e le pas për tomën. Gjithatë mundësia kundërshtimit për miqt. Azizaj. Gjen Alushi thellësi, është pozicion tregut numri 18. E kontrollon topin. Alushi. Krosimi në zonë për gjetur Gjonin dhe shpëton për mrekulli Basanja në këtë momente. Shpëton për mrekulli Basanja. Krosim i ëmbël i Alushin nga krau i majt. Që nuk gjen Gjonin, i cili për punë centimetra shgabon. Mundësia më mirë ishte ndoshta për të barazuar. Shimaj. Topi gjatë aty. Mbyll Lonkat. Ai një ndër më aktivet në këto momente. Shimaj. E ban me qëtësie. Kalon tek Lesha. Që kërkon atje Gjinin. Mbyll Hafuzi. Por pas sukses kjo tentativ e Azizat për gjetur Alushin. Gjini. Ka disa shkëmbime fjalësh në distancë mes dy futbollistëve, Hajderaj dhe Leka. Patjetër që këshillohen nga gjyqtari Sokoli në një moment ku nuk ka nevojë për tension. U gjë po shkon fair play, si gjithmonë në fushën e Pushatit. Duhet ta theksoj si gjithmonë. Asnjëherë s'ka pasur skena apo diçka për të shënuar për keq në këtë fushë, në këtë ambient. Top e Gjinin ndërkohë. Ka hapësira për të, ka dalur Huç Hafuzi. Duhet të ketë mbështetjen e Tomës që vjen në këtë moment në kamën e gjatë. E mbërrin topin numri 26. Paso më njëherë për Milën. Shikojmë. Numri 10, Mila. Shti vetëm, goditja ti shkon në këndore, mbyll mirë Osma. Ishte një moment i mirë, me zyrasi e kaloi topin në djathtë Gjini, por nuk u shfrytëzua siç duhet ndoshta nga treshja e sulmit Basanjas, Gjini, Toma, Mila. Megjithatë, Basanja është aty, qëndron lart me këtë goditje nga këndi që ekzekutohet në krahun e majt të Luzit dhe krahun e djathtë Basanjas nga Marashi, që luan shpejt për Lekën. Sërish Marashi. Gjithnjë ai, kërkon hapësirë për të majtën, vjen goditja e tij, por e gabuar, plaset janë 4 fanelat bardha tashmë në kundër sulmit dhe është vetëm Shimaj dhe Nikšići pas. Shikojmë. Alushi. Tenton gjej atje Lonkat. Topi shkon, po ka penalti. Ka penalti. E fiton këtë 11 metrësh me zgjuarësi Lonkat. Dhe Arusha, i cili gabon në këto momente. Ka penalti për miqt. Shikojmë. Me se duket nuk është as pak i bindur portera Arusha. Por e ka vëshëlluar penaltin gjyqtari Sokoli. Shumë e lehtë u duk ajo ndërhije e Arushës, ai rrezim i Lonkat, por kësaj rrallë i bindur Sokoli për penalti. Shikojmë. Është Osma përballë Harushës.
Harusha dhe Osma. Shpresojmë bëjmë mrekullin Harusha në këto momente. Me rrull me sfëshori I Luzit. Shukojmë. Osma goditja ti në rjet. Barazon Luzi. Edhe ai duke si kur kopion Nikšićin. Me të njëjtin stil 11 metrashi. Basanja 1, Luzi 1. Barazon miq. Të cilët duket se edhe nxitojnë për të vënë topin loj. Kanë ambicie për të arritur sukses me sa duket. Por ishte Basanja e pa vendosur në atë kundërshtar. E çuditshme se si në një goditje nga këndi të kishte 4 fanela të bardha në kundërshtar dhe vetëm 2 fanela jeshile në prapavi. Ku ishin vetëm Nikšići dhe Shima në atë moment që po ktheheshin. Ishte e pa përgatitur skuadra, e cila kishte dalë gjithë në sulm. Por ja dhe pasojat në pas që ishi këta e kënë 11 metrash I shkaktuar, të cilin patjetër duhet ta gjykojnë ekspertët e arbitrimit nëse qëndron I tillë apo jo. Hoxhaj, mbyll ndaj Gjonit. Topi shkon tek Bushati. Ka bon pasimin e tij Toma përgjetur lekën. Konate. Topi gjatë atje përgjetur Grecën. Mbyll Marashi. Alushi. Topi për Azizaj. Mbyll Marashi me saksi aty kësaj rradhe. Elbasani ka bon pasimin e tij përgjetur Gjini. Gabon edhe Gjini në këto momente duke hezituar. Fitoj metra miq e kanë e majt tashmë këtë rivendje me duar. Minuta është e 37 pjesës parë Nikšići dhe Osma, autorët e golave. Të dy me 11 metrash, rezultati 1-1, Basanja 1, Luzi 1. Në ndeshjet e tjera naftëtari 0-0 me Adriatiku, ndërsa Erzeni po humbet 0-1 ndaj Bestidhjes. Jemi në momentet e grupit A, momentet live. Nesër luan edhe ndeshja tjetër që jep fund javës tretë, Shiroka përballë Veleçikut. Gjoni dhe pas për Alushin, që nuk kuptohet aty me Bushatin, dhe dëron këtë rivendje anësore Basanjas. Lesha me duar nga gjatha. Mbyll aty topin e tij Hajderaj. Gjini kam gules ndaj Hajdera dhe Osmës, por ka një ndales lojes për një top të marrur në gjoks nga ana Shimajt. Pa tjetër pa qëllim, por që duhet kontrolluar me një nga mjekët. Rezultati vjen 1-1 në fushën sportive të Bushatit. Basanja Luzi, java 3 e kategorisë 2, sezoni 2025-26. Autorët e golave Nikšići dhe Osma, të dy me nga 11 metrat, ku poshtën portierët Mati dhe Harusha. Një penalti disi e lehtë në thonjza për miqt, por si që theksova, gjithnjë për të analizuar nga ekspertët e gjykimit, pasi një mendim eksakt nuk mund të jap askush që nuk është I fushës, pavarësisht protestave apo pretendimeve. Leka, topi gjatë që e gabuar, kontrolon pa probleme portieri Mati, kapiteni I skuadrës. Konate. E luan pas aty për Hafuzin. Hafuzi.
Topi gjatë për gjetë Alushin, e gjenë me saksi që mundohet ta lërë pas, por e kuptoni idenë e tij Shime, megjithatë këmbgulës Alushi. Topi për Azizin. Ka në gjatë krosi zonë e nuhat atë trajektore Arusha, cili e kontrollon në dy kotë sferën. Forca aty. Gjini. Topi plaset në disa stacione dhe në fund ka faul për Basanja. Topi prekur me dorë nga Hafuzi. Pran topit duket se qëndron Mila. Në një pozicion tillë nuk besoj se do ketë një goditje, por megjithatë gjithçka mund ndodh. Besoj se mund të përfirohet më tepër një krosim se sa një goditje. Po shohim Milan i cili pozicionohet nuk më vru shumë Mila. Mila goditja ti në mur plasë topi dhe ka sërish top prekur me dorë dhe fiton sërish metra tjerë. Fiton sërish metra tjerë dhe ka karton verë për Gjoni për protesta. Numri 77 Gjoni. Mundësia sërish për Gjinin kësaj radhe me sa duket. Pozicionohet Jurgen Gjini. Rrezikoj pak më përpara Gjini nga një pozicion disi më largët dhe sa tani është eksaktësisht mbi vijën e 16 metrave. Pozicioni është i mirë. Një goditje fort pa tjetër mund sillte probleme për Martin. Vjen Gjini. Goditja e tij e fortë dhe është rrjet! Ka shënuar Jurgen Gjini! Kalon avantazh sërish Basanja. Jurgen Gjini, ju thash, ka një goditje të fortë, fuqishme, të kalibruar dhe nuk i le parasysh mundësi reagimi portierit Mati. Kalon në avantazh sërish Basanja. Basanja 2, Luzi 1. Jurgen Gjini, i cili në këtë mënyrë zhbllokohet edhe për sezonin 2025-26. Goli i parë me fanellën e Basanjas. I shkëlqyer Gjini. Eksperiencë, cilësi dhe gola. I cili jep avantazhin sërish Basanjas. Metrat e afruar dhe janë 2 minuta shtesë të cilat akordohen nga gjyqtari Sokoli, cili i sinjalizon tek gjyqtari 4 Enea Hyka. Gjini Marashi Leka i vendosë aty mirë. Topi brenda vijë kufizuese dhe ndërkohë tani del jashtë vijave. Me topi që përken sërish në ansore dhe fiton metra të rëndësishme sërish Basanja. E kaun e majt ku duhet Nikšići. E ka një këshillim gjyqtari Sokoli me portierin e dytë Muçajani, cilin e fton të ulet. Gjini le pas për Nikšićin, krosin zonë aty dhe del Huç Toma. E ishte një moment i mirë për të rrezikuar. Vjen aty Hajdera edhe mbyll, por që ka shkaktuar faul. Ka shkaktuar faul Hajdera në krahun e majt. Lëria ashpër ndaj Tomës. Dhe
vjen në këto momente shtesa 2 minutëshe e akorduar nga gjyqtari Hyka. Gjyqtari 4 Hyka. Ka protesta nga ana Stolit Luzit. Shimaj në krahun e djathtë, patjetër për dërguar një top të rrezikshëm për Hoxhajn dhe Gjinin, 2 mbështetëtarët e skuadrës. Ervëllu Shimaj. Topi në zonë aty. Që gjen Hoxha dhe shkon në rrjet! Shkon në rrjet Ardit Hoxhaj, 3-1. 3 fishon shifrat, Ardit Hoxhaj. Ju thash, janë të rrezikshëm me kokë Hoxhaj dhe Gjini. Krojsi shkëlqyer jembën nga djathta e Shimaj që jep dhe asistin e parë për këtë sezon. Egzon Shimaj që gjen Hoxhaj dhe 3 fishon shifrat. Basanja 3, Luzi 1 në përfundimin e pjesës parë. Goli parë sezonal edhe për Hoxhajn, i cili patjetër duhet të shfrytëzoj shtatlarësinë e tij në këto momente, që e bën mjaft mirë. Hoxhaj, byll aty. Patjetër ka marrë një tjetër zemër tash me Basanja. Gjini. Topin thellësia atje për Tomin, që është i shpejt, por ka Konaten që e mbyll me saktësi. Në fund ka fali shkaktuar nga Mila përballë Konate, cili nxiton. Konate. Le të majt për Hajderaj. Byll Shimaj me saktësi aty dhe me forcë patjetër për treguar se kush janë zotet e fushës. Hajderaj. Topi byllet nga Hoxhaj. Dhe vjen vështrima e gjyqtarit Sokolit që e fund pjesës parë. Byllet gjithçka në shifrat 3-1 për Basanjan. Shifrat merituar, avantazhi merituar, ku fillimisht Ventasi kaluan në avantazh me Nikšićin me penalti, gol që u arrit nga miq, nga Osma sërish me penalti, por do ishte Gjini me një goditje dënimi dhe Hoxha me një goditje me kokë, që do jepnin avantazhin tashmë 3-1 ekipit të drejtuar nga Dervish Haxhi Osmanović. Pas 15 minutave të pushimit ne do ridëgjojmë sërish në Basanja Channel, live nga fusha e Bushatit në ndeshjen Basanja Luzi 2008 për javën e 3 kategorisë 2. A hem këtë bukën, dhe është pa prekën.
Orën e njësë si e bën 0-0 bën e 45, edhe Marimin 90, një shtu bën e. Bën e posë. Ta bën me fillu kujtë 45 që pratë. Ashtu është me luja, si që. Një më bën me luja. Përshëndetje sërish miq të Basania Channel, rikthehemi me pjesën e dytë në fushën sportive të Bushatit, ku pas pak çastesh do vijojë fraksioni i dytë i lojës mes Basanias dhe Luzit 2008 për javën e tretë të kategorisë dytë. Pjesa e parë e përfunduar në shifra 3-1 për vendasit, ku autorët golave ishin Nikšići, Gjini dhe Hoxhaj, për miq parazoi në një moment Osma nga 11 metra. Përgatit me një dy zëvendësime, Luzi i trajnet Kadiu, ku në fushë duhen Trokthi dhe Ayazi. Shkojnë vendet e kujdozojnë dyshja. Është larguar nga fusha Azizi dhe Hajderaj. Në fushë Trokthi dhe Ayazi. Për të rivijuar fraksionin dytë lojës, duhet luajë topin e parë Gjini, autori i golit dytë, një gol mjaft i bukur nga goditja e dënimit. Dhe të vjen në këtë moment e vështrimi gjyqtar Sokoli që e vrut fraksionin dytë të lojës. Hoxhaj. Elbasani. Kërkon gje Marashin atje. Byll Greca. Nikšići. Topi jashtë vija kufizuese. Patjetër për Basanian e rëndësishme është menaxhimi. 2 gol avantazh janë, besoj, një qetësi për skuadrën e Haxhi Osmanović. Konate. Qetëson topin. Alushi. Kalon të Greca, që tenton thellësia të Gjejxhonin, Byll Shimaj. Topi tek Elbasani që nuk u kontrollon mirë në momentin e parë, duke shkaktuar edhe faul. Nuk proteson as pak numri 19 i Basanias, pasi qartazi një faul ndaj Alushit. Patjetër këto janë momente që afrohet kundërshtar me portën tënde, duhet shmangur sa më shumë tjetë mundur, por absolutisht e kuptueshme që ndodhi në një lojë futbolli ku s'ka kur diçka perfekte. Nga goditja e dënimit është Osma që do ekzekutoj. Autori i golit barazimit mes fushori me numrin 21. Osma.
Rruaj. Është goditje port dhe në shtyll. Ka përfunduar në shtyll, Alushi vjen aksioni. Ka këndore, një goditje mjaft e bukur e Osmës. Topi në shtyllin e Arushës. Nga këndoja, Osma sërisht. Në krosimi është i lartë, i fort zonë, mbyll Leka. Do të largoj Toma disi rrezikun. Topi shkon tek Hafuzi. Që të hap sërish djathtas, por mbyll Nikšići. Greca. Ayazi. Topi sërish ka në djathtë, mbyll Hoxha atë krosim të Osmës. Hoxha e gabon në këtë moment. Gjithatë largon disi në momentin e dytë. Tentative në Alushit për të rrezikuar në portën e Basanjas. Nisin me vrull miq, të cilët patjetër nuk kanë çfarë humbasin. Lesha mbyll. Topi shkon tek Trokthi, që kthen për Konate. Që driblon mia aty ndaj Gjinit. Hafuzi. Mbyll Hoxha atë pasim të Konate. Hafuzi e kthen sërish tek portieri Mati, që kontrolon disi me vështirësi, po e largon tek mbrojtësi i tij. Ayazi e lë bukur tek numri 2 Greca. Sërish Ayazi nxjerr mirë aty ndaj Alushit, që ka hapësirë nga në gjatë, por gabon e tentativën e tij me sa duket e tradhton edhe terreni Alushin. Topi që është në fundore për Harushën. Me rrugë portieri Basanjas që ka patjetër qetësinë, por duhet respektoj edhe rregullat. Pasi disa vonesa në tejse që duhet mund të shkohen edhe me karton. Marashi. Dhe Ljash vija kufizuese me topin. Topi në ansore për miqt me Grecën që është ekzekuton me shpejtësinë krahun e gjatë. Por duhet kthehet disa metra pas. Bën me shenjë gjyqtari së Koli. Hafuzi. Kërkon gjej Bushatin, që fiton duelin me kong ndaj Leshës, por gabon pasimin e tij dhe ka shkaktuar me sa duket është rivenje. Është pozicioni ashtoje Bushati. Është pozicioni ashtoje Bushati. Shimaj për të rivend topin loj. Gjatë një në zonë. Kërko gjetë Mila në një moment u duk si mund të vije në kontrolin e ati topi. Hoxhaj largon pa u menduar 2 herë. Toma gabon pasimin për gjetur Gjini, me gjithatë gabojnë edhe miqt me Osmën. Shimaj largon topin, topi brenda vije kufizuese, preferon ta baj brenda edhe Trokthi, cili u humbet dhe fiton këtë rivenje ansore Basanja, me eksperiencë Gjini aty, që fiton atë rivenjën ndaj Trokthi. Lesha me krahun e djathtë. Duhet respektoj edhe ai metrat. Konate, mbyll ndaj Gjini. Nuk ka fal për sulmuesin Shkodran. Elbasani. Osma e rekupron atë top ndaj Shkodranit. Osma mbyll një Shimaj topin e tij. Trokthi në krahun e maj. Mila. Konate ndeshje e mirë e tij, mund të them. Humbet atë top Toma, që shkon tek Alushi. Osma heziton në moment, e kuptoni idenë e tij. Mila. Gjini tenton këtë top thellësi për Marashin. Konate dhe Mila. Këmbgule sulmuesi Basanjas, por humbet në momentin e dytë. Ka disa duele në mesfush. Gjini në mbrojtje,
për të muar repartin e prapavijës. Përballë ka Bushatin. Që Bushati mba mirë aty ndaj Gjinit, pason për Alushin që nuk e kontroll siç duhet. Mbyll Leka. Mila. Mban sërish ndaj Konate. Dhe fiton këtë fal. Për t'i dhënë qetësinë skuadrës tij. Shimaj. Topi gjatë ti, kërkot Marashin nga në majtë. Cili e kthen disi me kokë, por pas saktësi dhe është në pozicion njashtoje. Me Gjerashi Basanjas. I vetëmi futbollisti Basanjas që momentarisht në fushë që luan në këmbën e majtë. Është Josef Marashi. Konate. Përvon gjenë Gjonin thellësi. Bën një gjë tillë, por mbyll Shimaj në momentin e dytë. Sërish Konate. Alushi. Mbyll mirë Shimaj, sërish aty. Ka ngul Marashi për të vënë presion Hafuzin, por e kalon mirë me saksi ky fundit. Sërish Shimaj vendosur mirë në prapavi. Një rol i ri për Shimaj këtë sezon në qendrën e mbrojtjes. Rol të cilin e ka besoj mburuar me saksi, me eksperiencë dhe cilësi e gëzon Shimaj. Porësisht është një futbollist i ri në moshë vetëm 23-4 vjeçar, por eksperjenca nuk i mungon Shimajt, duke luajtur me skuadra si Besa apo Vllaznia në futbollin shqiptar. Hoxhaj. Dëri edhe dy kohë aty. Mjafti sakt Hoxhaj. Toma. Gjini djerë në thellësi aty një top për Marashin që arrin sferën. Përballë ka Grecën dhe fiton këtë rivenjë ansore. Nik Shiqi me duar. Kërkon gjithë thellësin Gjinin, por që mbulohet nga dy fanelat bardha, Konate dhe Osma. Në që kondusumit, lan kat. Përdor pak në pjesën e dytë nga shokët e tij skuadrës. Konate. Fiton metra të rëndësishëm, por Ayazi gabon pasimin e tij për gjetur Alushin. Osma. Riorganizoi sërish Luzi, Trokthi. Ish futbollist i Laçit. Djerë këtë top mjaft mirë për Bushatin nga në majtë. Ka shqecimin e Leshës aty. Krosimin zonë dhe rrezikshëm shkon Ayazi, goditja ti në rrjet. Në rrjet ishte Greca. Ishte Greca që dërgon topin rrjet. Basanja 3, Luzi 2. Greca shkurton diferencën në minutën e 55 takimit. Do ketë një zëvendësim në lojë duhet Peçini pas pak çast, është një futbollist me shumë eksperiencë edhe i për Luzin. Trokthi. Fiton Gjej Gjoni thellësi. Është pozicion jashtëlojë sulmuesi i Luzit. Tashmë bëhet më interesante sfida, pa tjetër. Me golin e Grecës, cili shkurton diferencën. Nga fusha largohet pikërisht autori i golit, Greca, dhe në fush Peçini. Kërkon të barazoj shifrat sa më shpejt me një sulmues si Peçini. Alushi. Bushati. Topa tjetë thellësi për Peçinin, por me forcës duhet. Kontrollon Harusha. Harusha. Topi gjatë atje i tij. Nuk e kontrollon siç duhet Toma, megjithatë ka sërish Basanja me Lekën, që hap topin për Milan, mundësia ti, goditja!
Mund të kishte pasuar edhe krahun e majt Mila, por patjetër pozicioni ishte i favorshëm për të goditur. Godet me të majtën, jo këmbajtje e preferuar. Albert Mila. Del Huç aty Shima në një moment. Topin e kontrollon Pecini, që e kalon tek Alushi. Byll Hoxhaj dhe ka penalti. Ka penalti sërish për miqt. Ka penalti sërish për miqt. Dhe ka protesta nga Hoxhaj, i cili nuk është as pak i bindur për vendimin e Sokolit, i cili e ndëshkon dhe me të verdh. Shiko se si mund të marrë rrjedh një ndeshje futbolli miq. Nga 3-1 për Basanjan, mund të jetë mundësia për miq për të barazuar në 3-3 brenda pak minutave. Pecini dhe Harusha. Gola me shumicë ditën e sotme. Por shpresojmë Harusha kësaj radhe të arrit ta kap paktën topin. Me që në duelin e parë me Osman e humbi, shpresojmë fitoj dytin ndaj Pecinit. Me rrevull Pecini dhe e pret Harusha! Dhe në momentin e dytë ka shënuar në kthim të topit dhe shikojmë çfarë do ketë, çfarë ka. Dhe është pozicion jashtëloje, është pozicion jashtëloje për Gjonin. Është pozicion jashtëloje për Gjonin. Është pozicion jashtëloje për Gjonin. Është pozicion jashtëloje për Gjonin dhe e priti Harusha, e bëri detyrën e tij mjaft mirë. Harusha. Rezultati ngelet 3-2. Ngelet ka protesta nga Luzi, por rezultati ngelet 3-2. E humbet penaltinë e tij Pecini, bën detyrën Harusha duke e pritur edhe 11 metrash në kthim Gjoni në pozicion pa rregull. Topi përket Basanjas. Nuk i kuptoj protestat. Sipas shahimit që bën gjyqtari Hyka tek delegati dhe vëzhguesi, ka qenë faul indirekt i Gjonit, pasi ka qenë brenda zonës në momentin kur është goditur 11 metrash. Prandaj dhe është anulluar. Pra, goli nuk vlen sipas rregullores. Patjetër diçka tillë ja sqaron edhe stolit të Luzit. Konate. Topi për Pecinin, cili fiton këtë faul ndaj Shimajt. Përgatit 2 zëvendësime Basanja ndërkohë. Puka dhe Hazar Shimaj do në fushën e lojës. Shikojmë 2 futbollistët që do largohen. Duhet me Sasho. Elbasani, i cili ka sakrifikuar thuajse që nga fillimi i takimit nga i dëmtim që mori, nga ajo goditje. Dhe janë Marashi dhe Elbasani që largohen. Në fush Puka dhe Hazar Shimaj. Me Shimaj që merr pozicionin e Elbasanit, besojnë në qendër mes fushës, ndërsa Puka do i luajë në krahun e majt. Për të shfrytzuar, besoj shpejtësinë e tij. Fusha largohet dhe Marashi për Pukën. Duket se ka një shajim për pankinën e Luzit, të cilët duhet të ulen në stolin e tyre, nuk lejohet qëndrojnë në këmbë. Duhet qëndrojnë vetëm trajneri. Duhet qëndrojnë vetëm trajneri në këmbë. Dhe ka një komunikim jo etik
mes Stolit dhe gjyqtarit Sokolit. Stoli i Luzit duke se e tepron me fjalorin ndaj gjyqtarit Sokolit. Duket se kërkojnë tullin në stol pjesëtarët e stafit të Luzit. Për të rikthyer tek loja është Osma që i vë këtë top lojë për Luzin. Topi gjata një kamerë gjatë. Byll Puka, topi shkon në këndore. Me Ajazin që ngacmon në kamerën e gjatë sulmit të Luzit. Ajazi, të pizon, largon Gjini. Bën mjaft mirë në shtyllën e parë aty. Alushi, zëtoron sferën. Pason tek Gjoni. Ka farë aty të Shimajt. Më shumë naiv se ç'duhet Shimaj në atë moment. Azer Shimaj, që dëron këtë goditje dënimin e kaun e majt. Osma krosin zonë aty, largon mirë Arusha. Toma sërish Osma, topin zonë, mbyll Hoxhaj dhe dhuron këtë këndore në një moment ku tresha e sulmit të Luzit ishte totalisht në pozicion offside. Megjithatë, Hoxhaj bën detyrën e tij. Osma nga këndoja, të pishtyën e parë. Këm gul Peqini që shkakton dhe faul. Arusha për të i vend topin loj nga kjo goditje dënimi. Tjetër loja ka marrë tjetër vrut, tjetër ego, tjetër dëshirë, tjetër grit nga i gol i Grecës. Gjini, goditja ti tentoj të surprizon të aty Matin. Tentoj të surprizon të Matin, por ideja e mirë, konkluzioni i gabuar. Konate. Kërkon gjeja tjenë thellësia Ajazin. Byll Hoxhaj ndaj Peqinit. Megjithatë topi shkon tek Ajazi, që kalon për Trokthin. Mbyll mirë Nikšić aty me eksperiencë. Minuta shënohet jetë 65 pjesës dytë. Rezultati vjon 3-2 Basanja Luzi. Golat për vendasit nga Nikšići, Gjini dhe Hoxhaj për miqt. Barazonte me penalti Osma, derisa ka shkurtuar shifrën 3-2 Greca. Ndeshje plot emocione. Të metra Basanja në krahun e majt. Nikšići në krahun e majt. Largojnë aty miqt.
Pecini nuk arrin ta bëjë brenda vija kufizuese. Topi përket sërish Basanës në riverje me duar. Puka. Top zona atje, por pa adres, pa saktësi. Gjini tenton të sillet aty, por nuk e llogarit siç duhet kohën. Mendoj që kishte dikë që po mbështeste, por nuk ishte atill. Gjithashtu fiton topin Lesha. Mundësia sërish të kundërshmërit. Fton Milën e kandidat. Është mirë, ka topin ai. Mila është i lehtë pasimi, gjithashtu shkon tek Lesha, i cili e kontrollon, por nuk ka saksin pasim. Topi në fundore për Matin, që ekzekuton me shpejtësi për Osman. E mban brenda vijë kufizuese Mati, duke shmangur atë goditje nga këndi. Por gatrohen me styre, dhe sa duket futbollistët e Luzit dhe ka një goditje këndore. Ka goditje këndore për Basanjan. Por vëshëllim për diçka gjyqtari Sokoli nuk e kuptoj. Po për protesta me sa duket. Për protesta më shumë se ç'duhet të Osmës. Nga goditja këndit shkon Mila. Të pështyrë në dytë për Gjetër Hoxhan që mbyllet nga Bushati. Puka. Nuk arrin të triploj aty ndaj Trokthi që ka shkaktuar faul me sa duket. Ka shkaktuar faul Trokthi ndaj Pukës. As pak të qetë në stolin e Luzit. Me sa duket ka marrë një goditje Puka. Ka karton të verdh edhe për portierin Mati për protestat të i kaluara ndaj Sokolit. Nga goditja dënimit në karën e majt, Hazard Shimaj për dërguar një top lartë zonë. Shikon, Shimaj, topin zonë i gabuar. Krosimi i Hazard Shimajt. Për askënd nuk ish. Gabon edhe Hafuzi, i cili mbyllet nga Mila dhe vën përsër mbrojtësin e Luzit. Si le largon disi, por vjen Puka dhe mbyll. Hafuzi se ish. To përshkon tek Shimaj, që kënon tek Gjini, që le pas me gjoks për lekën goditja ti. Mbyllet nga Osma. Aksioni mirë i Basanjas. Gjini që le top pas për lekën, goditja ishte e mirë, por topi shkon në trupin e Osmës. Lesha ka bon aty duke mos e llogaritë kot siç duhet Gjini. Pecini.
Fiton një top atje gjatë për Ajazin, por ka shkaktuar fal me parë Leka. Topi për Konate, cili do i vë loj sferën. Kalon tek Hafuzi. Mbyll mirë Nikšići. Osma. Lesha mbyll mirë aty. Ka mundësinë e kundërsulmit. Po e lëshon më së që duhet topi nga këmbët e tij. Megjithatë përfundon një jashtë kufizuese Konate. Topi në ansore për Basanjan. Kamën e gjallë. Dhe ekzekutoi Lesha. Gjengjinin që e le pas për Tomen, por mbyll aty Hafuzi. Sërish Gjini. Mes dy futbollistëve, ja marrin topin. Mundësia kundërsulmit për miqt. Ajazi. En Hoxha dhe mbyll aty ndaj Xhonit. Topi tek Trokthi, por ka fal me parë nga Ajazi. Fal sulmi Luzit. Topi për të rivend në lojë nga Harusha. Gjoni. Ka shkaktuar faul Leka, i cili duket se falen nga gjyqtari Sokoli në këto moment, ku kërkojnë dëshkimin e tij Peçini dhe Osma. Rezultati vjen 3-2, minuta 74 të takimit. Osma. Topin zonë. Lon kat për askër nuk është. Vetëm rivendje fundore për portierin Harusha. Vjen gjithnjë rezultati 3-2 për Basanjan. Edhe 15 minuta nga fundi i kohës rregull. Po ashtu, duke llogaritë edhe shtesën, mund të ketë lojë aktive edhe 20 minuta. Pasi ka pasur disa ndërprerje në pjesën e dytë. Shimaj. Nikšići. Largon disi aty me kokë. Topi shkon tek Mila që humbet dueli me kokë ndaj Lonkat. Shimaj kthen disi me hezitim pas tek Harusha që largon pa menduar dy herë. Hafuzi. Të gjatë atje për gjetur Shimaj, cili e mbyll Osma. Si topi tek Ajazi, por del Harusha aty. Kontroll pa problem. Duke nuhatë atë trajektore. Shimaj. Ka bon atë marrje topit, por dhuron edhe këtë ansore për miqt. Hafuzi. Topi gjatë. Mbyll Hoxhaj. Konate. Të tonë gjejë sërish atje djatas Ajazin. Dhe shikojmë çfarë ka penalti sërish. Ka penalti sërish. Ka 11 metrash sërish. Është 11 metrash i katërt në këtë ndeshje. E pa besueshëm hiç. Ka 11 metrash. Ka vëshilluar gjyqtari Sokoli. Ndërhyrje e gabuar e Pukës aty ndaj Ajazit. Dhe ka sërish penalti për miqt.
Shikojmë kush duhet ekzekutuesi tashmë. E duket se është Osma, autori i golit të 1-1-shit. Arusha bërë një mrekullin, shikojmë nëse mund ta bëjë sërish. Duke pritur penaltinë e Peçinit. Sërish Osma. E vëllë numër 21. Osma dhe ka shkuar jashtë! Ka shkuar jashtë! Penaltia Osmës. E patjetër ka drejtësi nga lart. Në qovë se s'ka në tokë, ka lartë. E humbet penalti numër 21. Shifrat qëndrojnë sërish 3-2. Basanja 3 dhe Luizi 2. Shumë emocione në fushën e Bushatit ditën e sotme. Ndeshje totalisht për të shijuar. Leka të ndërria ti ashpër ndaj Lon kat dhe ka ndëshkimet verdh për Lekën. Ka ndëshkime kartonit verdh për Lekën. Hafuzi nga mesfusha. Të me për Osman, cili humbet një penalti pak qastesh dhe ka shënuar një penalti ditën e sotme. Gjithçka për Osman sot. Janë minuta emocionale tashmë. Jemi në 10 minutat e fundit takimit. 10-12 minutat e fundit takimit. Gjithçka e hapur në Bushat. Basanja 3, Luizi 2. Lesha mbyll mirë aty ndaj Bushatit. Tashmë kërkohet eksperiencë dhe shtatdarësi prapavi. Është shema që duhet fushën e lojës. Shikojmë futbollistin që do largohet. Është Lesha nga sa shoh. Jo. Duhet Toma futbollisti që do dalë. Duhet Toma i cili del. Dhe në fush shema. Tjetër për eksperiencë dhe cilësi në qendërmbrojtje. Tani duhet vetëm mbajtja e portës e paprekur. Leka shkakton sërish faul. Hoxhaj. Mirati, mundësia kundër sulmit. Leka. Të bëj për Pukën. E cili nuk arrin ta pasoj saktë siç duhet për Azer Shimajn. Megjithatë, qëndron lart Basanja. Nikšići. Topi pa adres dhe në fundore për Matin, cili ekzekuton me shpejtësi. Konate. Topi gjatë i tij. Mbyll Shimaj. Gjini. Nuk ka për askën ku ta lërë atë pasim. Nikšići largon rrezikun. Topi qëndron brenda vija kufizuese. Por ka tjetër nxiton sërish Hafuzi. Megjithatë, topi shkon tek Gjini, që hap tek Lesha. Ka hapësira për të. Disi më avancuar tashmë Lesha pas largimit të Tomës dhe aktivizimit të Shemës. Shimaj. Për Leshën që fiton këtë duel, ban brenda vija kufizuese topin. Jo, me sa duket, është fundore për Matin. Hoxha e mbyll mirë aty. Ka ngelur disi dëmtuar Hoxha në atë
duel. Topi përket miqve. Gabon atë moment Bushati duke rëshitur dhe duke dhëruar këtë fundore për Arushën. Shema nga fundorja. Topi kërkohet Mila dhe në fund është vetëm rivënje anësore për miqt. Shimaj. Topi shkon tek Konate, që mundohet ta organizoj nga pas luzin. Hafuzi. Topi gjallë atje për të kërkuar Ayazin, cili gjehet në këto momente. Topi tek Trokthi, që çon atë krosim dhe kjo goditje me kokë e Gjonit. E rrezikshme ishte. Por në fluturim dhe sipër nuk e ka saksinë e duhur për të vënë në provë Harushën apo për të rrezikuar në portën e Basanjas. Shema sërish nga fundorja. Shkelmon fort ai për gjetur Gjinin, që duhet në Konaten e humbet. Pecini. Hoxha i fuqishëm aty. Sërish Hoxha, le pas disi, por jo me saksi për Hazar Shimaj. Hazar Shimaj. Topi tek Gjini. E kalon bukur aty me skënve të Osmës, por ishte shumë lak Mila për ta shfrytzuar pasimin e tij. Shimaj. Paso mirë për Milën, cili kërkon të lërë hapësirë topit për kuptonin Denetik Konate, cili duhet kthehet pasi mbulohet nga disa fanelat Basanjas. Gjini e rikupron pa faul. Me saksi Shimaj. Nxjerr parë aty për Milën, që ka mbulimin e Hafuzit dhe ka shkaktuar faul. Albert Mila dhe merr të karton verdh për atë largim topit. Hafuzi. Ka dhe 5 minuta nga përfundimi kohës rregullt. Hafuzi. Topi gjadat e për gjetur Peqinin. Mbyll Hoxhaj. Topi shkon tek Lonkat. Trokthi. Fiton këtë rivënjë anësore. Për të mbajtur lart luzin. Shkakton këtë faul në Kshiçi. Krau djathtë për të ekzekutuar janë Osma dhe Alushi. Shkojmë të konkluzion. Do jetë Osma që do jetë ekzekutuesi i kësaj standarde. Me rrull numër 21. Autori një goli dhe një penalti të humbur. Dhe ka një këshillim për Shimajn dhe Bushatin, nësa shoh. Për disa mbajtjet pa lejuara në zonë.
Osma, krosimi, shtyën e dytë, mbyll Shimaj, atë kthes të Ajazit. Topi shkon në këndore. Këndore për miqt. Topi në zonë, Konate, mbyll Mila, goditja e Trokthit. Largon në fund Shimaj. Hazër Shimaj. Rëshqet Martin atë tentativ. Gjithetët topi shkon rrezikshëm zonë. Shkojmë Harusha. Hezitojnë mbrojtësit e Basanjas. Por duket se po shinin Harushën që po vinte nga pas shpinës tyre. Ka 2 minuta gjysmë nga përfundimi kohës rregull. Nga përfundimi 90 minutave, por besoj se do ketë disa minutat konsiderueshme shtesë. Mati zotëron topin pa probleme. Shkon nga portieri Harusha tek portieri Mati. Bushati. Hafuzi, më falni. Teton atë top për Bushatin. Shema, largon aty. Hafuzi dhe Gjini. Hoxhaj. Ndjek atë aksion del në fund Hoxhaj. Duke lënë disi pas prapavijen, por e mban për David kufizuese mjaft mirë Hoxhaj dhe shikojmë fiton këtë këndore me sakrificë ardit Hoxhaj, mjaft mirë. Bën rolin e një sulmuesi tashmë, mbrojtësi i cili ka shënuar edhe një gol. Duke zhvilluar një ndeshje të mirë ditën e sotme. Ardit Hoxhaj. Përgatitjemi të shikojmë edhe minuta shtesë se sa do jenë. Besoj duhet të sinjalizohet pas 1 minute. Shimaj për këndoren, ku këto momente tashmë janë shumë të rëndësishme. Basanja patjetër duhet të jetë e kujdesshme në kundra sulme. Nuk ka pse nxitohet dhe topi shkon në duart e Matit. Nuk shfrytëzohet as pak kjo këndore e Shimaj. Konate. Byll Shema, por topi shkon tek Ajazi. Lonkat. Mirë Leka aty. Bën një ndërhyrje shkëlqyer ndaj Lonkat. Gjini është pozicion pa rregullt aty Shimaj. Preferon të avancoj vetë Gjini, ta mbaj brenda vija kufizuese, fiton këta anësore. Ishte në pozicion pa rregullt e gëzon Shimaj, prandaj nuk pasoi Gjini. Gjini. Shkojmë dhe minuta shtesë që do akordohen. Janë 4 tilla. Janë 4 tilla dhe në përfundimin e gjithë takimit. Basanja 3, Luzi 2. Leka, zerjash vija kufizuese. Tashmë 4 minuta shpresë për Luzin, por 4 minuta ankth për Basanjan. Konate. Mbyll Puka top. Osma. Në pas për Hafuzin, cili largon pa menduar dy herë. Leka topi shkon tek Trokthi, që driblon aty ndaj Pukës, që ka shkaktuar edhe faul. Ka 4 minuta nga përfundimi i gjithë ndeshjes. Alushi. Topi gjatë atje, gabon në një moment Arusha, topi shkon të Konate. Dhe në fund ka këndore. Gabon në dalje ti Arusha. E duket se nxjerr gjakat koç së koti. Tashmë mes Gjoni dhe Shimajt. Kanë
Filluar edhe shira tashmë në Bushat në këto momentet fundit lojës. Gjithsesi, topi është në këndore për miqt, me Ajazin që shkon për të ekzekutuar. Shkojmë çfarë mund të sjell kjo mundësi. Ajazi luan jashtë zone për Alushin, cili ka shqetësimin e Milës. Dhe në fund nuk kupton dy futbollistët mes tyre dhe i dhuron këtë ansore Basanjas, që ka qetësinë tashmë, pse jo, për ta menaxhuar këtë moment. Dhe në fund të këtij takimi dhe marr 3 pikët e para në këtë kampionat. Do ketë shtesë mi shtesën nga komunikimi që po dëgjoj mes gjyqtarëve. Shikoj, pasi nga që është ndërprer 2 herë loja në shtesë, mund të ketë edhe 1 minutë më tepër. Pra t'jen 5 tilla, jo 4. Lesha. Gjen Milën atje, që plas topin në trupin e Hafuzit. Alushi. Dhe në fund ka pozicion ashtoje për Peçinin. Më e avancuar Peçini. Hoxhaj që do ekzekutoj këtë goditje dënimi për Basanjan. Ardit Hoxhaj. Rrullaj e Gjini. Shimaj. Të pishkon tek Puka, që mban mes 2 fanelave të bardha. Së është Shimaj. Të pikar në gjallë ku gjendë në gjindje. Mjaft mirë ai. Pasimi ti kupton nga Trokthi që mbyll atë pozicion të Milës. Konate. Shoh gjyqtari Sokoli me Bylbylin goj dhe vjen në këtë moment e vështrima 3 fisht. Mbyllet gjithçka në Bushat. Basanja 3, Luzi 2008 2. Merren 3 pikët e parë në kampionat plota për ekipin e Dervish Haxhi Osmanović. Vendosin nga gjithçka, nga golat e Hoxhajt. Në fillim ishte Nikšići me penalti. Më pas do ishte Gjini nga goditja e dënimit dhe Hoxha me një goditje me kokë që do japin 3 pikët e para në këtë momente në kampionat për Basanjan. Në këtë mënyrë Luzi merr edhe humbjen e parë sezonale që shkaktohet nga Bushat. Kështu që Basanja do rikthehet sërish fundjavën që vjen me një transfer tjetër edhe me të vështirë ndoshta përballë Adriatikut. Deri atëherë miru takofshim dhe miru dëgjofshim në Basanja Channel. Ta marrë një herë këtë një shtrenjtor. Ku është? Kush është ai? S'kemi më. Ke?
Beni Xhamar. Profesor, fitoria parë, por me shumë emocione. Po, patjetër. Ne kishim përgatitur neshin sepse edhe terreni ishte vështirë dhe ja doli me sukses. Ekipi na majti tension deri në fund. Po, ata u çunën në sulm me shumë lojtarë sepse banë zëvendësime shumë. E kemi përgatitur mjaft mirë neshin dhe besoj se morëm rezultatin e duhur për këtë neshin. 4 penaltitë në një ndeshje futbolli, gjë e rrallë. Ndodhin edhe këto, fati ishte me ne, do ta them ellat, nuk e di nëse ishin apo jo penalti, por fati ishte me ne. Fati mund të thoni, por ndoshta edhe mund të mbyllim më përpara për ju. Mos kishte kaq. Po, e vërtet ishim pak më të kujdesshëm, në mbrojtje, edhe mund të dilnim me një fitore më të thjeshtë kjo. Duket se skuadra ka ardhur në rritje, edhe ajo paraqitje mirë në Korç, në kupë, i ka dhënë një zemër tjetër. Patjetër, ajo ishte një ndeshje prestigjit edhe besoj se jemi në lartësinë e duhur, do të punojmë sepse gabime e kemi, do të punojmë të përmirësojmë edhe ato. Shpresojmë të mendojmë për ndeshjen tjetër sepse besoj se objektivi është fitoria. Adriatiku. Patjetër që po. Për çdo ndeshje hyjmë për fitore, siç hyjmë me Luzin, ashtu do të hyjmë edhe me Adriatikun javën e ardhshme. Jam shumë suksese. Faleminderit. Çfarë kemi? Okej.